Ne jemi rikthyer sërish në studio të nderuar teleshikues, sikurse edhe anoncuam në krye të emisionit të mëngjes kemi zgjedhur të flasim për një botim tepër interesant, i cili është promovuar këtë fundjavë në Tiranë dhe lidhet kryesisht me kërcimin modern dhe me marrëdhëniet pedagog-nxënës. Libri vjen në titullin Kërcimi modern pedagogji dhe ka për autore Riselda Sejdia. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në aktualitet përmes shtypit. Mirëmëngjes. Riselda, ky është libri juaj i dytë që vjen në fushën e kërcimit dhe veçanërisht ky i dyti është kërcimi modern. Çfarë përcjell ky libër dhe kujt i drejtohet ai? Atëherë, ky libër është një libër që vjen mbas monografisë time të parë. Monografia e parë ka qenë kërcim modern në lëvizjet bazë dhe ne e nxorëm dhe shprehëm kërcim modern nëpërmjet lëvizjeve bazë. Dhe më pas, mua më shkoi mendja pse jo kërcim modern mos ketë një vëllim të dytë ku të flasi për mënyrën edhe marrëdhënien pedagog-student. Ku brenda ka dhe sekuenca të tjera si mund të jetë që flitet për dietën, për kërcimtarin, flitet për palestrën, për estetikën se si duhet jetë ajo, flitet për historinë e kërcimit modern, do të thotë ka gjëra të tjera nga vëllimi i parë. Dhe mendova ta sjell shumë thjesht, megjithëse ka qenë një punë shumë e madhe, e kam bërë me shumë kënaqësi. Dhe mendova ta sjell kërcim modern pedagogji sepse më duk një vëllim që do zinte shumë vend në Universitetin e Arteve, për sa i përket marrëdhënies pedagog-student, plus edhe i është dedikuar studentëve të akademisë për të pasur një zhvillim më të madh për sa i përket kërcimit modern. Pra të themi se ky libër i drejtohet studentëve që merren me kërcimin e veçanërisht atyre me kërcimin modern. Sigurisht, domethënë piknisja ime ka qenë pikërisht studentët e Akademisë së Arteve, sepse në vëllimin e parë ato mësuan se kërcimi modern nuk është dhënë, është jam e para që e nxjerr e shkruaj në letër dhe në monografi të kërcimit modern dhe studentët u njohën mirë me lëvizjet dhe më pas të njihen edhe me komunikimin me pedagogun. Domethënë është një vëllim ku zgjerohet më shumë ana pedagogjike. Kurse tek i pari ishin ana praktike, lëvizjet, si të ndërtojmë një klasë, domethënë ishte tjetër strukturë. Ky dyti i bashkëngjitet dhe janë dy gjëra që shkojnë shumë me njëra tjetrën, po dhe Shumë interesante. Dhe çfarë le themi studion pasqyron më së shumti ky libër, performancën, historinë e kërcimit, ndoshta në vite si ka evoluar teknikën, çfarë gjendet pra në këto faqe? Në historinë e kërcimit modern, jo se të gjithë nuk e din, pak a shumë e din, po këtu është më e zgjeruar për studentët, sepse kërcimi modern ka qenë një kërcim që nuk është njohur më përpara në shekullin 20 dhe ka ardhur shumë natyrshëm, ku e ka sjellë Isadora Duncan. Ai nuk është njohur, ka qenë baleti klasik dhe ajo ka qenë e para që në kohën kur ka qenë koha e revolucionit, ajo e solli me shumë ngulm. Megjithëse nga publiku nuk është pritur mirë në fillim, sepse ky ka qenë një kërcim që është kërcyer zbathur, ka pasur veshje rebele dhe ka qenë pak e vështirë për ato, po kur erdhi u mirëprit shumë mirë. Dhe nga koreograf të ri mezi është pritur atëherë. Dhe kur ka ardhur është mirëpritur shumë dhe vazhdon edhe evolon me shumë shpejtësi dhe në kohët e sotshme dhe përqet jashtëmase. Pra kjo është edhe një si formë risie që keni sjellë në brendësi të këtij libri, apo jo? Sigurisht që është risi, sepse unë thash edhe në fillim që kërcimi modern ka ardhur nga duart e mia i shkruar në Shqipëri. Dhe besoj se është një fat për të gjithë studentët, për të gjithë pedagogët, për të gjithë ato që kanë qejf të studojnë për kërcimin modern. Po pikërisht i shërben studentëve të Akademisë së Artës, sepse unë jap edhe këtë lënë në akademi dhe prandaj mendova dhe ta zgjeroj në këtë lloj mënyre. Dhe ndihem e lumtur për faktin që është monografia e dytë që kam shkruar për kërcimin modern. Riselda, kur e ke shkruar këtë monografi, ke patur parasysh në një gjë specifike veçanërisht? Specifika ka qenë, e thash dhe në fillim, monografia e parë që ka dalë i është drejtuar më tepër lëvizjeve dhe mendova, këto lëvizje për të pasur një monografi të dytë, normalisht autori duhet të ketë piknisje subjekti për çfarë do shkruaj. Dhe mendova, këto lëvizje kanë nevojë për një pedagog që të kontrollojë. Unë kam shprehur dhe në parathonien time. Ditën ku u bë promovimi, në parathonje u tha që një pedagog duhet të ketë parasysh të kontrollojë lëvizjet dhe komunikimi është primarja me studentin. Dhe pse jo, mos t'i bashkëngjites një libër pedagogjik ku flet për marrëdhënien pedagog-student, ku flet për historinë e kërcimit modern, flet për dietën se si duhet mbajt trupi një student, flet për palestrën, mënyrën estetike si duhet të jetë e pastër aty ku punojmë,
për një performancë, për një rol artistik, si duhet të jetë marrëdhënia kur studenti merr një rol artistik, domethënë marrëdhënia pedagog-student, sepse zakonisht në balet kur përcaktohet një rolet, studenti e ka pak të vështirë të pranoj për shembull një rol ku tjetër mund të jetë solistik dhe ai nuk është. Dhe këtu është folur, sepse kjo gjë i tensionon pak a shumë trupën ose baletin në përgjithësi. Të gjithë duan të jenë prim balerinë dhe për këtë gjë kanë folur gjatë. Pra në elementet të specifikuara me detaje, pra. Është prekur dhe shumë ana psikologjike, sepse pak a shumë pedagogjia ka të bëjë me psikologjinë. Sigurisht. Sidomos te pedagogët. Është e vërtetë. Mirë, do të vjojmë bisedën tonë në studio, por pasi në këto momente do të realizojmë një lidhje të drejtë për drejtë me qytetin e Kukësit. Kemi gazetarin tonë atje Blertën dhe do të çojmë bashkë çfarë temi do të trajtojë këtë mëngjes së bashku me të ftuarin. Blerta, të përshëndes. Klodi, mirëmëngjes dhe përshëndetje. Në këtë lidhje të sotme do të flasim për një eveniment të veçantë nga fusha e arsimit. Maturantët e vitit 1962 kanë shënuar në Tiranë 50 vjetorin e maturës së tyre. Ne kemi ndjekur këtë ceremoni, ka qenë e thjeshtë por shumë e bukur, në të përcjellim pamje filmike, por gjithashtu dhe një historik të shkurtër të kësaj mature. Gjimnazi i Kukësit është hapur në vitin 1956 dhe matura e parë e këtij gjimnazit ka kryer provimet në vitin 1960. Ndërsa matura e vitit 1962, ajo për të cilën do të flasim, është pikërisht brezi i tretë i maturantëve të dalë nga ky gjimnaz, që përbëhej nga 23 nxënës, nga të cilët vetëm një është vajzë, dhe kjo ishte Fatmira Sejdiu. Vlen të theksojmë se në këtë maturë nuk ishte vetëm nxënës nga qyteti dhe rrethë i Kukësit, por edhe nga qytete të tjera, si për shembull nga Skrapari, Petrit Muka, nga Dibra, Tush Balliu dhe Sakip Elezi, nga Kruma, Çamil Peka e Tref Thaçi, nga Shkodra, Filip Serrexhi e Tom Xhuxha e të tjerë. Është për të shënuar se një pjesë e këtyre maturantëve janë diplomuar në degë të ndryshme si inxhinieri, mjekësi, mësuesi e të tjerë. E në fakt, ky takim ka qenë vërtet me shumë emocione dhe me mbresa të pashlyeshme, shfletime të albumeve të fotografive, kujtime të hershme nga koha e jetës së bukur shkollore. Dhe në fakt ishte nga ato maturantë të cilët për 50 vite nuk ishin takuar me njëri tjetrin. Po ashtu nga kjo maturë vetëm 3 veta në fakt nuk jetonin më dhe ishin në pikërisht 2 inxhinierët Feriz Islami dhe Riza Selimi dhe ekonomisti Asim Baruti. E në fakt ky takim ishte vërtet shumë i veçantë, ishte një ceremoni që përveç takimeve kishte edhe një drekë, e cila mori edhe një farë akademizmi. Organizatori i saj, pikërisht Xhelal Mema, mbajti edhe një fjalë të rastit ku profilizoi secilin prej maturantëve, duke vënë në dukje studimet të kryera, punën që kanë bërë gjatë jetës së tyre, dhe gjithashtu ai vuri në dukje dhe faktin se nga kjo maturë do të dilnin tashmë, do të diplomoheshin plot 10 inxhinier, 2 mjek, 1 jurist, 6 mësues dhe 4 ekonomist. Madje njëri prej tyre dhe pikërisht Petrit Muka do të nderojë edhe me titullin e lartë mësues i popullit. Në këtë eveniment kishte gjithashtu edhe të ftuar, ishte i ftuar ish drejtori i gjimnazit Mustafa Hoxha, ish mësuesi kujdestar dhe shkrimtari Ferhat Caka. Po ashtu në këtë eveniment mori pjesë edhe vetë drejtori i Radio Kukësit, zoti Petrit Palushi, i cili vuri në dukje se ky takim, ky 50 vjetor i maturës së vitit 1962, që përkon edhe me vitin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, është një farë mënyre shprehje dhe tregon, domethënë, vlerat, një shprehje misionit kombëtar, tradita historike, të cilat evidentojnë kontributin e kësaj mature, pra maturës së vitit 1962 në fusha të ndryshme të jetës shoqërore. Kjo është pra me pak fjalë dhe evenimenti i organizuar nga kjo maturë vitit 1962, janë plot 23 maturantë në fakt, të cilët i përkasin tashmë moshës afro të 70-ave dhe janë ritakuar pas 50 vitesh për të rikujtuar edhe një herë kohën e bukur të jetës shkollore. Shumë të bukura. Unë të falenderoj Blerta për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe të uroj punë të mbarë. Do të kemi të tjera lidhje në ditët në vijim. Falenderoj. Mirë, në këtë moment do të ndjekim një hapësirë publicitare të dashur miq dhe më pas një herë në studio.
ato na qosh deri tek bloku komën. $1.000 për mua, $1.000 për këta. Pak shpejt se kemi punë. Për çdo mik që sjell në Eagle, fitoni të dy nga $1.000 dhe shumë avantazhe të tjera. Mbaje numrin, shtoj ngjyrat. Deri në qa ore jeni hapur se do sjell gjyshen pas dite. Jemi rikthyer sërish në studio dhe për gjithë ata që sapo na ndjekin, unë kujtoj që jemi në bisedë duke folur pikërisht për këtë libër që ju jeni duke parë në ekran, të nderuar teleshikues, Kërcimi modern pedagogji, dhe ka për autore zonjën Riselda Sejdia. Libri është promovuar këtë fundjavë në Tiranë dhe i drejtohet kryesisht të rinjve të cilët kanë dëshirë apo vullnetarisht kërkojnë të merren dhe duan të njohin fushën e bukur të kërcimit e veçanërisht kërcimit modern. Zonja Sejdia, ky libër është promovuar këtë fundjavë në kryeqytet. Na tregoni diçka rreth promovimit, si është pritur ai? Atëherë, libri u promovua në ambientin e Akademisë Arte, tashmë Universitetit të Arteve, në sallën Black Box, dhe falenderoj shumë Universitetin e Arte për mbështetjen që dha për sa i përket sallës dhe vlerësimit që i ka dhënë librit. Sepse ky libër tashmë është shkencor dhe ka marrë kokën e universitetit, përderisa është shqyrtuar dhe është vlerësuar nga Akademia e Arteve. Për sa i përket promovimit, ky promovim ka nisur ndryshe nga tjerat, nuk ka ecur në rrugën e traditës të themi të promovimeve të librave, por ka ardhur ndryshe. Ky libër ka nisur me një klasë të baletit të kërcimit modern, që do të thotë lëvizjet e kërcimit modern bazë, unë kam dhe këtu, librit të parë. Lëvizjet e kërcimit modern bazë të librit të parë janë lëvizjet ku u bën në sallën Black Box. Do me thonë, u shfaqen live dhe nuk ishte nevojë për të folur me fjalë, por me vepra. Dhe nga libri i dytë, Kërcim modern pedagogji, u fol në mënyrë bisede me studentët. Do të thotë, ky libër pati marrëdhënien pedagog-student nëpërmjet të folurit në skenë dhe libri i parë përcaktoi lëvizjet ku ai i kishte brenda dhe dolën për jashtë. Dhe erdhi në mënyrë shumë spontane dhe këtë risi e solla për herë të parë për sa i përket librave të kërcimit modern, sepse nuk është bërë ndonjëherë në një promovim që të vi me anë të një shfaqje ose të lëvizjeve. Gjithmonë promovimet dihen, ka kritik libri, flitet, shqyrtohet, komplimentohet, kurse ky erdhi me një shfaqje baleti dhe më pas foli profesor Agim Zajmi. Duke qenë se përmendë kritikën, si është pritur nga kritika? Atëherë ky u quajt një libër evropian dhe në duar studentët dhe kushdo që mund ta lexojë mban në dorë një Europë. Ndoshta po dukem çik shumë, që po e lavdëroj shumë, por vërtet ka një kosto shumë të shtrenjtë dhe falenderoj për këtë bashortin tim që e bëri të mundur, Hajdin Sejdi, sepse e ka sponsorizuar dhe e ka mbështetur me shumë dashuri. Dhe vërtet e falenderoj sepse ky është një libër që vlen dhe për më tepër ka luks arti. Ndërkohë, duke qenë se po flasim për kërcimin dhe duke qenë se edhe keni botuar libra, flisim në cilësinë e profesionistes apo jo. Na do të tregoni diçka për karrierën tuaj të kërcimit, fillimet e kësaj karriere, vimësinë sot? Unë si autore gjithmonë kam pasur qef që gjithmonë gjërat që kanë qenë në eksperiencën time apo kualifikimet e mia të jenë gjithmonë të postuara në flet dhe të shkruara në letër. Dhe unë shumë bukur mund t'ja u shpjegoj me figura kualifikimet e mia. Atëherë që e vogël, unë kam qenë balerinë në shkollën koreografike të baletit, ku mësimin e kam marrë në fillim me Tauta Basharin dhe më pas kam kaluar në duart e mjeshtit të madh, Agron Alia, që për fat keq ai nuk ndodhet më. Dhe ka bërë dhe një recenzë në libër Agroni, por në momentet që ai nuk ishte më, unë i kam dedikuar një citat shumë domethënës. Dhe këtu kam vazhduar baletet që janë bërë më pas, ku kam pas pjesë solistike. Më pas kam vijuar, kam qenë koreografe dhe drejtoreshe e shkollës artistike në Kosovë, kam pasur një shkollë private, ku titullohej shkolla HRB, tani nuk është më, por që jam marrë me fëmijë të vegjël dhe me grup moshat të ndryshme, ku kanë mësuar për rreth kërcimit modern, baletit klasik, hip-hop dhe shumë zhanre të ndryshme. Më pastaj u emrova pedagoge në
Universitetin e Artit, pedagogje brendshme, dhe kam ndjekur workshope të ndryshme të kërcimit modern në Itali, në Paris, në Gjermani, ku kam pasur dhe kumtesa, sepse ndjek doktoraturën për degën folklor dhe kam pasur dhe kumtesa të folklorit shqiptar dhe për etnokoreologjin shqiptare. Këto janë disa nga diplomat që unë jam kualifikuar dhe më ka pëlqyer që ti nxjerr në letër të shkruara me fakte. Sigurisht shumë interesante karriera juaj, Griselda. Kjo është një nga workshopet që është bërë në Paris për kërcim modern. Dhe ndërkohë, çfarë do t'i sugjeroni ju të gjithë të rinjve që aplikojnë për kërcimin, ndoshta edhe si një profesion për të ardhmen, apo edhe si hobi? Që synojnë pra kërcimin. Po flet në përgjithësi apo vetëm për artistët profesionistë? Atëherë për profesionistët do preferoja që këtë libër mos t'ia blejnë vetëm thjesht zyshës për t'ia bërë qefin, po për ta mësuar dhe për ta lexuar mirë atë, sepse është një libër i vyer si i pari dhe i dyti që kanë bashkëngjitje me njëra tjetrën dhe që shkojnë shumë mirë bashkë, ta mësojnë dhe çfarë është shkruar në letër, ato ta bëjnë në të ardhmen me praktik. Do të thotë se teoria është një pjesë ndihmëse për sa i përket artit. Kurse për të rinj që kanë qejf ta vazhdojnë artin dhe konkretisht janë amator, do doja që ta lexoni sepse është një ndihmës shumë e madhe dhe do t'i ndihmonte ato në të ardhmen e tyre. Mirë, do të kemi një tjetër lidhje në këtë momente me njërën nga studio tona lokale, me Gjirokastrën, është gazetara jona atje Alida Lula. Alida, të përshëndes. Përshëndetje, mirëmëngjesi, të ftuar në studion kam zotin Ëngjëll Seriani, sot do të flasim për festivalin Takimet Muzikore të dy botëve, i cili ka startuar në Gjirokastër dhe sot është nata e 3, ky është edicioni 6 i këtij festivali. Zoti Seriani është koordinatori i këtij festivali dhe do të na flasë për mbarvajtjen, grupet e ftuar, por edhe gjallërinë që ka sjellë ajo në Kalan e Gjirokastrës. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në studion tonë. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Takimet muzikore të dy botëve ishte në edicionin e tij të 6, është një aktivitet që organizohet nga shoqata shqiptare franceze Argiro dhe në këtë, po themi në këtë tim të gjatë, ajo solli prurje të reja, ky festival solli prurje të reja, duke rritur gjithmonë në atë organizimin e përvitshëm, eksperiencën e përvitshme, duke sjellë edhe gjëra të reja në këtë edicion të 6. Sigurisht se është bërë e njohur tashmë, ky festival tenton që të bëjë një kombinim të traditës me modernën, të muzikës, po themi, tradicionale polifonike, me muzikën klasike, muzikën e dhomës, duke kombinuar këto, kombinuar kohët dhe ndërkohë bashkon, si të thuash, edhe disa elemente të tjerë që janë të nevojshëm në Gjirokastër, siç është jeta, po themi, moderne me jetën tradicionale. Në këtë drejtim, po themi, organizatorja dhe iniciatorja e këtij festivali, që është kryetarja e shoqatës Argiro, Ilda Mara, ja ka arritur qëllimit që të sjellë në këtë edicion disa grupe shumë të spikatur, siç është grupi polifonik Ergjeria e Gjirokastrës, një orkestër shumë e njohur franceze, që ishte në natën e 2, do të thoshja, grupin polifonik shumë të njohur Zëri Bilbilit nga Saranda, një orkestër me një trio franceze, ku në natën e 2 pati një interesim të veçantë, sidomos për një mënyrë klasike dhe moderne të interpretuarit të këngës nga një tenor italian. Ajo që pothuajse ishte e reja e këtij festivali, edhe në një pikpamje tjetër, ishte sepse spektatorët e festivalit nuk ishin vetëm qytetarët e Gjirokastrës, por ishin edhe mbytësit në Gjirokastër, turistët. Në natën e parë pati 2 grupe turistike që si rezultat e bashkëpunimit me operatorët turistik morën pjesë dhe ndoqën me interes këtë festival. Ju kuptoni që
sidomos polifonia është një mënyrë tradicionale të kënduarit që në vendin tonë ruhet me fanatizëm edhe është në zhvillim, nuk është një mënyrë të kënduarit si thua në zhdukje. Gjithmonë dalin grupet e reja dhe siç edhe mund ta shikoni edhe në këtë në pjesëmarrje në këtë festival kemi grupin e njohur që të krijuar qysh në vitin 1978 që është grupi Elgeria e Gjirokastërës me të famshmin Arjan Shell, edhe një grup polifonik nga Saranda që si thua mbajt gjallë nga një dashamirës i folklorit dhe i polifonisë siç është Sinan Ahmeti. Ajo që do të ndodhi, këto janë ato që ndodhin, po ajo që do ndodhi është sot që është një orkestër simfonike kanadeze, e cila ka të veçantën e saj sepse drejtohet nga një artist i njohur shqiptar siç është Bujar Llapaj. Kjo orkestër vjen kudorit nga Kanadaja, është në repertorin e saj ka muzikë nga kompozitorët më të shquar të botës dhe ndërkohë në programin e saj të aktivitetit ka edhe një bashkëpunim me një komunë, siç është komuna Antigones në Gjirokastër, ku përveç vizitës në parkun arkeologjik të Antigones dhe në disa mjedise të punishtes së artizanëve të Antigones, pritet që të ketë edhe një event tjetër më shumë, siç është bashkëpunimi me këtë komunë për të ngritur një fanfar, një orkestrim për vetë komunën nga vetë, po themi, amatorët e kësaj komune. Kjo është një gjë e re, do të thoshja që me iniciativën e artistit të njohur Bujar Llapaj do të realizohet këto ditë në vazhdim të festivalit. Si shumë mirë pritur kjo ndërthurje e polifonisë me klasikën, sidomos nga turistët e shumë që vizitojnë në Kalan e Gjirokastrës. Shumë shkurtimisht, Alida, do të kërkoja edhe këtë përgjigje të fundit, pasi nuk kemi më tepër kohë. Po. Kjo është pritur zakonisht mirë, ka pas shumë interes, ka pas interes edhe për kontakte midis grupeve të ndryshme, në nga tjetër shfaqje duke ndjekur edhe nga personalitetet si që ishte drejtoresha e UNESCO-s, e zyrës UNESCO-s në Venecia, ambasadorja francez dhe shumë personalitetet e tjera, krijon mundësinë për të krijuar një vazhdimësi e curinë e festivalit dhe për të sjellë publik të reja. Turistët të sjellë kryesisht nga operatorët turistik të Sarandës janë shumë të fuqishëm dhe që nuk lënë rast pa shfrytzuar kur është fjala për evente të kësaj natyre. Mund të them që të gjithë ishin si thua të interesuar dhe patën edhe kontakte me vetë artistët, krijon edhe këto që janë të zakonshme, domethënë lidhjet me evente të tjera edhe jashtë vendit. Unë falenderoj që ishet në studio, po Klodi. Falenderoj edhe ty, Alida, për këtë lidhje, punë të mbarë. Faleminderit. Mirë, shkëputemi në këtë momente për një hapësirë publicitare dhe më pas më njëherë në studio. Si për herë, kur do më shumë, ngjyra, shije plot pa fund. Këtu tek ne gjeni më tepër, sepse për ne, si ju, s'ka tjetër. Dërgoni një SMS me vlerë 700 lek edhe përfitoni 10.000 lek për telefonata dhe SMS kundrejt të gjithë numrave IK. Gjithashtu, mund të përfitoni nga Superin Ring 1500 minuta, 1500 SMS, si dhe 1500 megabajt. Një verë plot shije për të gjithë ata që duan të fitojnë. Eagle Mobile. Jemi rikthyer sërish në studio në bisedë, nderuar teleshikues, dhe kujtoj që jemi duke folur pikërisht për një libër që është promovuar këtë fundjavë në kryeqytet, sjell shumë risira dhe shumë specifika brenda tij. Mban titullin Kërcimi modern pedagogji dhe ka për autore zonjën Riselda Sejdia. Zonja Sejdia, cilat janë disa nga planet tuaja për të ardhmen në fushën tuaj që mbuloni? Atëherë
Planet janë të shumta, nuk di këtë do thosha të parin, por përderisa kemi marrë përgjegjësinë që të mbajmë mbi shpatë emrin pedagog, duhet të jemi gjatë gjithë kohës në lëvizje, të trajnohemi, të bëjmë workshope, seminare, këtë e them dhe për gjithë pedagogët përgjithësi, jo vetëm për mua, që të jemi gjatë gjithë kohës në kontakt me bashkohore dhe ta sjellim gjithmonë të re, na ka mundësi të vijë para në Shqipëri, sepse arti këtu ka qenë dhe do mbetet. Ashtu është. Vërtet. Mirë. Ne të falenderojmë për të bisedë sot në studio, t'ju urojmë shumë suksese në të përditshmën tuaj. Faleminderit. Edhe në misionin e madh të pedagogjisë, sepse është shumë e rëndësishme. Faleminderit dhe unë ju falenderoj shumë. Me suksese. Të nderuar teleshikues, pra ishim ne në bisedë me zonjën Riselda Sejdia, kemi folur për botimin e saj të dytë, që sjell shumë rëndësi dhe specifika të veçanta në fushën e kërcimit, veçanërisht kërcimit modern. Folëm për librin e saj, Vëllimin e dytë, që i dedikohet pikërisht kërcimit modern, pedagogji.